Bashkëshortja e këngëtarit të ndjer Shpat Kasapi, Selvie Jao, ka bërë një gest thellësisht domethënës për artin shqiptar dhe për të gjithë ata që e deshën këngëtarin. Ajo ka autorizuar zyrtarisht publikimin e materialeve të fundit artistike të Shpatit, të xhiruara pak para ndarjes së tij të papritur nga jeta, duke i kthyer ato në një testament të çmuar të talentit dhe shpirtit të tij artistik. Përmes një dokumenti zyrtar, dërguar RTV Dukagjinit dhe producentit Butrind Pasjaqa, Selvie ka dhënë lejen ekskluzive që këto materiale të transmetohen publikisht në programet festive të fundvitit. Është një vendim i marrë me shumë ndjenjë përgjegjësi, sepse këto xhirime mbajnë brenda tyre jo vetëm zërin, por edhe energjinë e fundit që Shpati ka dhuruar për publikun. Në deklaratën e firmosur prej saj, Selvie shprehet me fjalë të prekshme që kanë prekur mira fansa. Jap lejen që të publikohen dhe të shfaqen të gjitha këngët dhe videot. Këto pamje janë fryma e tij e fundit artistike, drita e talentit të tij që dua të vazhdoj të jetoj, edhe pse ai nuk është më fizikisht mes nesh. Këto fjalë dëshmojnë dashurinë e ndjer për bashkëshortin dhe respektin e thellë për punën e tij të fundit. Ky hap vjen si një dëshirë e pastër për të mbajtur gjallë kujtimin e Shpat Kasapit, një artisti me zemër të madhe, i cili dha gjithçka nga vetja për publikun e tij deri në momentet e fundit. Materiali që ai përgatiti me pasion e dashuri do të mund të shihen për herë të parë nga publiku si një dhuratë e çmuar nga vetjeta dhe nga familja e tij. Fal këtij vendimi të Selvies, fansat do të kenë mundësinë të prekin edhe një herë atmosferën e magjisë së Shpatit, duke parë performancat e tij të fundit që tani marrin vlerën e një kujtimi të përjetshëm. Është një mënyrë për ta nderuar, për ta kujtuar dhe për ta mbajtur pranë zemrave të njerëzve që e kanë dashur.